për të marrë masa, për të riparu 1, 2, 3 zona. Asamblen Socialiste. Nuk është asambleja çfarë zgjidhi, cila është zgjidhja, për të mbledhur mund mblidhesh i 20 herë, që ditën e tretë të kërkesave të kësaj lëvizje do të mbledhte administrata, ato janë vendimmarrës. Nuk është për të thënë objektiva. E din ti që ne mund t'jena si partia më avantgard në Europë për direktivat që marrim edhe që na japin gjatë takimeve. Po është e rëndësishme konkretizimi. Kjo do të ishte gjëja më e madhe. Po, është vënë në fakt gjatë protestës edhe shumë ish zyrtar të Partisë Socialiste, po edhe deputete që janë nga zona e qarkut Shkodrës, ku ju jeni pjesë, si Paulin Luli, që ka kandiduar me sadi edhe në zonën tuaj, Mariana Koçeku. Vetë Gjoni si e mendon këtë? Mandati deputetit duhet të jetë strikt i lidhur me orientimet e partisë apo me bindjen e brendshme të përfaqësuesit të popullit dhe të kërkojë më të mirën për komunitetin që përfaqëson? Ne në rrallë parë duhet bëjmë një diferencë mes njenit edhe tjetrit, mes Pavlinit dhe Marianës. Mariana një vajzë shumë e përgatitur, e mirë arsimuar për një, me ide jashtëzakonisht përparimtare, por duke pa veten në një terren të papërkrahur nga këto të Shkodrës, ndoshta nuk i ka pas ato elementet bazë të një qendrese, bani një devijim. Tash nësa jam i sa jam në korrent me çështjen, Mariana s'ka gjetë për krahet e grupi i Shkodrës. Por a nuk e vlen për ta diskutuar në çfarë pozitash erdhi Mariana? Kush që ky urdhërfyesi i parë që mendoj se Mariana ishte e përgatitur në atë kohë për detyra shumë të rëndësishme të cilat kërkojnë guxime e këmbgule për të realizuar ato. Faktikisht ajo është një vajzë, me sa kam kuptuar dhe me sa kam komunikuar disa herë me te, një vajzë shumë e përgatitur, një vajzë me ndjenja krahinore, të cilat e bojnë krenare për zonën ku është ajo, por jo shumë e stërvitur me këto kthesat që i ka politika shqiptare, jo pak bile. Pa përvojë në politikë patjetër. Dhe kur kena të bëjmë me këtë dytin, është absurditet t'i krahasoj këtë dy figura, ku nuk mund të krahasohet fare me Marianën. Ajo provu 2 herë në detyra shumë të rëndësishme në Ministrinë e Mbrojtjes, me një ministre shumë të suksesshme, që ajo bani të pamunurën për ta futur në rrugën e funksionimit. Ishte i pamunur. Për mu, këtu, me zgjedhjen e këtij elementit, duhet ta shpreh fjalë që s'është edhe shumë dinjitoze për ta shpreh, se ksert e sjelljes kësaj figure në Shqipëri, duke e pranuar ata si asin në mangë, në një kohë kur nuk kishte asnjë përvojë politike, s'kishte asnjë përvojë profesionale, s'kishte asnjë nivel arsimor, s'kishte asnjë praktik të realizuar në vendin tonë në Shqipëri, ku ne të besoshna. Dhe këto persona, Jul, është e habitshme, po insistojnë edhe sot me luajt rolin e negociatorit sepse u jepet e drejta për të komunikuar, për të pi kafe me kryeministrin, duke i pranuar njerëz të cilët nuk janë të vlefshëm qoftë edhe për bashki. Ç'mendim keni ju Gjon për qasjen e kundërshtive ndaj organizatës partisë? A duhet që gjithmonë të jetë strikt linja dhe antarësia, apo kundërshtit edhe mendimet kundra i bëjnë mirë kësaj organizate? Unë kisha idenë se konferencat... Edhe a kanë funksionuar këto forume në fakt në kohë? Unë kisha idenë se konferencat kombëtare, ku ne mblidhemi disa herë në vit, kanë efekt jashtëzakonisht pozitiv ku jepet e drejta e komunikimit. Por, ajo si më shqetëson mu, është vendosja në këtë drejtime, në do forume drejtuese të Partisë Socialiste, njerëz që s'kan lidhje me partitë. Si mund t'i pranohet një kryetar partie, kur ai ka ndrru 3 parti. Kjo është absurd. Nuk ka zgjidhje kjo. Kjo është zgjidhje për të thënë që bëm zgjidhje, po kjo nuk metet zgjidhje kurr. Si mund të abandanohet një antar i Partisë Socialiste
duke dhënë kontribute të jashtëzakonshme. Edhe në qoftë se ka bon në shkelje, duhet gjem modelin e afrimit përsëri për ta bën të ndërgjegjshëm për atë që ka bë gabim. Po kjo nuk do thotë që tash flakum nga Partia Socialiste. A ka pas decentralizim real në këto vite? Jo vetëm, unë thash përmena disa anë pozitive që ka pas reforma e 2015. Po kjo nuk do thotë që kishte afat 8 apo 10 apo 12 apo 15. Nuk ka më afat aja. Aja kishte një afat 5 vjet, ja 6-7 vjet. Nuk kishte më. Pra ne shteti, qeveria duhet të përmbanin një reformë krejtare, si do të thotë, dhënia e kompetencave. Argjoja më e shenjta është, duke e filluar nga njësia bazë, nga drejtorët e NMR-ve, e deri tek qeveria, tek kryetari i qeverisë, dhënia kompetencave. Pse duhet bëhem unë pjesë kryeministri i Shqipërisë, duhet bëhet pjesë e zgjidhjes problemet të kryetarit të bashkisë. Kryetari i bashkisë, derisa ka marrë votat, ai është personi përgjegjës. Karta Europiane e autonomisë lokale dhe pavarësi në vetë qeverisë e biles dhe vetë në ligj është e cituar. Kjo është një vetë çështje qeverisë vendore, autonomi. Kjo është një çështje. Në fakt po diskutohet shpesh edhe për këtë pjesën e reformës territoriale, duke e parë më shumë si çështje numrash në territor të bashkive, sesa edhe si lënia kompetencash apo funksionaliteti. Gjoni, është për bashkimin e Pukës me fushartin, është një nga tezat e hedhura në raportin e Partisë Socialiste, apo mendon se është më mirë delegim funksionesh? Ju jeni një specialiste e mirë e njohjes, jo vetëm nga profili juaj si juriste, por edhe si një kryetare me eksperiencë e cila do bën të mësojsh shumë tek ti. Duhet të shtjelloj diçka në lidhje me problemin e reformës territoriale. Ka disa kohë që bëhet një zhurmë e madhe, jo 60, jo 80, jo 100, jo 50. Për mu, kjo argjoja ma këtë, kjo ta hallakasish opinionin publik. Në qoftë se ne do të bashna bashki të mirë organizuara, në radhë parë do të përshkrushna cilët janë kompetencat e një bashkie të re. Në qoftë se ne e bashna këta, atëherë nuk do të kishe fare rëndësi nëse ke 50 apo ke 80. Dhënia kompetencë e vlerëson, e naltëson bashkinë, punën e bashkisë, punën e specialistëve, secili del për sot ata. Nuk është problemi këtu, jo duhet me zona territoriale. Unë kam zona, respektivisht, edhe 4 orë larg nga bashkia. 4 orë. Dhe nuk ka me një ose 2 familje. E pse duhet thonë të shi se kjo bashki duhet lanë e madhe e pa e vogël. Zotëri bashkia, në që se dhe ta bashen mirë seriozisht, këto qeveritarët, do të umlidhshen, do të bani një raport të qartë, jo sepse se po të merret çdo kryeminist i Shqipërisë ka një informacion të jashtëzakonshëm në këtë fushë. Por aja që nuk jam shumë i kënaqur, një gjën servilet nuk duhet gjanë servili. Pra, si që thash pak me para, nuk ka si t'jape një kryetar bashkie kufi me mu, për një objektiv, d'vine kjo për d'vine e ta përsaktujnë ai. Kurse se, sa ai nuk e dën me fitu, absolutisht sa dë energjeshëm letjet. Ai nuk është, kryeministri dën me fitu të në bashkit. Jo kryetari i bashkisë ku ishi. Pra, ne nisnat, çfarë detyrë është ka kryeministri? Kryeministri është i prerë që do ta fitojnë me çdo kusht gjithçka.